familjet e personave zhdukur në këtë rast po flas. Dhe në këtë rast, në kuptimin e mbledhjes mostrat gjakut, nuk është më sfiduesi në këtë kuptim, për shkak se mostrat veç se janë në laboratorin e ADN-s, mostrat tash nga pjesë teshtrore, nga mbetet mortore që janë zhvarrosur, pas fazës së ekzaminimit nga ana e antropologëve, përkatësisht ekspertëve të Institutit Mjedisë Ligjore, gjithmonë me përkrahjen edhe ekspertëve të ULEX-it, do dërgohen për testim në laboratorin e ADN-s dhe në momentin që ka një raport për përputhshmëri, kjo merr pak kohë, se nuk është më çështje në këtë rast e ekspertëve tanë ose çështje e institucionit të Republikës së Kosovës, me që kam thënë edhe sot, edhe në vazhdimsi kam përsëritur, edhe në komunikimin me familjarët, që çdo gjë, çdo hap që do të varet ose do të jenë kompetencë të institucionit të Republikës së Kosovës, të ekspertëve tanë, sigurisht që do të adresohet gjithsesi me profesionalizmin e duhur, por edhe me përkushtimin dhe prioritetin ose respektimin e atyre afateve optimale të kohës. Në këtë rast është çështje pastaj e laboratorit, është çështje në këtë rast që do ta presim rezultatin nga Komisioni Ndërkombëtar. Dhe në momentin që pranojmë si komision këtë rezultat, sigurisht që rezultati pastaj ndahet me antropologun mjekligjor, I cili ndjek procedurat e nevojshme ligjore për përcaktuar ose për të konfirmuar identitetin e viktimës. Dhe siç e thash, pastaj normal që hapi I parë bashkë me kolegët e Institutit Mjedisë Ligjore do të jetë komunikimi ose informimi zyrtar I familjeve. Kjo pjesa e testimit dhe pjesa e identifikimit mund të marr pak më shumë kohë. Megjithatë, siç e thash, edhe në këtë pjesë, edhe në këto fazat që priten të vazhdohet, do të bëjmë përpjekje që të ruajmë këtë dinamikën e punës dhe do të bëjmë përpjekje që çdo veprim të kryhet me prioritetin e duhur.